O ju që besuat, kur t'ju vinë besimtarët e shpërngulura prej Mekës, provoni besnikërinë e tyre, ndonë se Allahu di më së miri për besimin e tyre. Nëse vërtetoni se ato janë besimtare, atëherë mos i ktheni ato të jo besimtarët. Sepse as ato nuk janë të lejuara për ta e as ata nuk janë të lejuar për to, e ju jepuni atyre, jo besimtarve, atë që kanë shpenzuar për to, në emër të kurorëzimit. Ju nuk keni pengesë të martoheni me to, pasi tua jepni vlerën e kurorës. Mos i mbani nën kuror idhujtarët, por kërkoni prej idhujtarëve Mekas atë që keni shpenzuar për to, dhe ata le të kërkojnë prej jush besimtar atë që kanë shpenzuar. Këto janë dispozita të Allahut me të cilat ai gjykon ndërmjet jush. Allahu është më i dijshmi, më i informuari. Në qoftë se u humbet diçka nga shpenzimi i ndonjë gruaje tuaj që ikte idhujtarët, e juve ju vjen rasti t'i luftoni dhe të merrni për të luftës, atëherë atyre që u kanë shkuar gratë, jepuni aq sa kanë shpenzuar, e kini frikë Allahun, të cilin ju e besoni. 60, 10, 11. O ju që besuat, pse po e thoni atë që nuk e punoni? Tek Allahu është shumë e urrejtur ta thoni atë që nuk e punoni. 61, 2, 3. O ju që keni besuar, atë ju tregoj për një tregti të bujshme që ju shpëton prej një dënimi të dhëmshëm. Ti besoni Allahut dhe të dërguarit të tij, të luftoni në rrugën e Allahut me pasurinë tuaj dhe veten tuaj, e kjo është shumë më e dobishme për ju, nëse jeni që e dini. Ai, Allahu, ua fal mëkatet tuaja, ju shpije në xhenete në për të cilët rrjedhin lumenj dhe në pallate të bukura në xhenetet e amshueshme, e këto janë ai suksesi më i madh. Edhe të tjera që ju i dëshironi, ndihmë prej Allahut dhe fitore e afërt, e pra, përgëzoj besimtarët. O ju që besuat, bëhuni ndihmëtar të Allahut, si Isai, biri i Merjemes, havariunve, besimtarve të vetë të sinqert, u pa thënë, kush është ndihmëtar imi për në rrugën e Allahut? Havariunët i thanë, ne jemi ndihmëtar të rrugës së Allahut. E një grup prej Beni Israilve besoi, e një grup refuzoi, e ne ata që besuani përkrahëm kundër armikut të tyre dhe ashtu u bën nga dhënjues. 61, 10, 14. Ditën e Kiametit, kur ai ju tubon juve, ajo është ditë e mashtrimit, ditën e Kiametit duket se kush është mashtruar. Kush beson Allahun dhe bën vepra të mira, ai ja shlyen të këqijat e tij dhe atë e fut në xhenete, në për të cilët rrjedhin lumenj. Aty do të jem përgjithmonë, e ai është shpëtimi i madh. 64, 9. O ju që besuat, vërtet, disa nga bashkëshortet tuaja dhe nga fëmijët tuaj janë armiq tuaj, andaj kini kujdes ndaj tyre, e nëse nuk merrni masa, nuk ua vini veshin dhe i falni, ta dini se edhe Allahu është mëkatfalës, mëshirues. S'ka dyshim se pasuria juaj dhe fëmijët tuaj janë vetëm sprovë, ndërsa ajo që është tek Allahu është shpërblim i madh. Andaj, sa të keni mundësi ruajuni prej dënimit të Allahut, dëgjoni, respektoni dhe jepni për të mirën tuaj, e kush i ruhet lakmisë së vetvetes, të tillët janë të shpëtuarit. 64, 14, 16. Allahu u ka përgatitur dënim të rënd,
atyre pra, kini frikë Allahun o ju të zotët e mendjes. E ju që keni besuar, Allahu u zbriti juve shpalljen, Kuranin. Të dërguarin që ua lexon ajetet e qarta të Allahut për t'i nxjerrë ata që besuan dhe bën vepra të mira prej errësirave në dritë. Kush i beson Allahut dhe bën vepra të mira, ai e shpia atë në xhenete nëpër të cilët rrjedhin lumenj, aty do të jenë gjithmonë e kur pak putur. Allahu i ka dhënë atij furnizim të mirë. 65, 10, 11. O ju që besuat, ruajeni veten dhe familjen tuaj prej një zjarri, lëndë djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët. Atë zjarrin e mbikëqyrin engjëjt e rrept e të ashpër që nuk e kundërshtojnë Allahun për asgjë që ai urdhëron dhe punojnë atë që janë të urdhëruar. 66, 6. O ju që keni besuar, pendohuni tek Allahu me një pendim të sinqert në mënyrë që Zoti juaj t'i largoj prej jush të këqijat, t'ju shpije në xhenete nën të cilët rrjedhin lumenj ditën kur Allahu nuk e turpëron pejgamberin. E së bashku me të as ata që kanë besuar. Drita e tyre ndriçon para tyre dhe në të djathtë të tyre, e ata thonë, Zoti ynë, vazhdona dritën tonë, falna neve. Vërtet, ti je i plotfuqishëm për çdo sen. 66, 8. E atyre që besuan, Allahu ua solli shembull gruan e Faraonit kur ajo tha, Zoti im, më bën një vend pranë mëshirës sate në xhenet dhe më shpëto prej Faraonit e brutalitetit të tij dhe më shpëto prej popullit mizor. Edhe Merjemen, të bijen e Imranit, që e ruajti nderin e vet, e ne prej anës son i frymëzuam një shpirt, e ajo i besoi fjalët e Zotit të saj dhe librat e tij dhe ishte e devotshme. 66, 11, 12. Ata që pa e parë i friksohen Zotit të vet për ta ka falje dhe shpërblim të madh. 67, 12. Është e sigurt se për të devotshmit do të ketë te Zoti i tyre kopshte të begatshme. 68, 34. Kujt t'i jepet libri i vet nga e djathta e tij, ai do të thotë, o ju që lexojeni librin tim. Unë kam qenë i bindur se do të jap llogarinë time. Dhe ai atëherë është në një jetë të kënaqshme, në një xhenet të lartë. Pemët e tij i ka krejt afër. E thuhet, hani e pini shijshëm, nga se në ditët e kaluara ju e përgatitët këtë. 69, 19, 24. Përveç atyre që falen, të cilët janë të rregullt në faljen e namazit të tyre, dhe ata që në pasurinë e vet kanë ndarë një pjesë të caktuar, për lypsin dhe për nevojtarin që nuk lyp. Edhe ata që e besojnë bindshëm ditën e gjykimit. Edhe ata që i friksohen dënimit nga Zoti i tyre. Sepse është e vërtetë që nuk ka shpëtim prej dënimit të Zotit të tyre. Edhe ata që janë ruajtur prej punëve të ndyra, amorale. Me përjashtim ndaj grave të veta dhe ndaj robëreshave që i kanë në posedim, ata nuk qortohen për to. E kush kërkon përveç tyre, të tillët janë të shfrenuar, meritojnë dënim. Edhe ata që janë besnik ndaj amanetit që u është besuar dhe ndaj premtimit të dhënë.
Edhe ata që dëshminë e vetes batojnë, nuk e mohojnë, nuk e fshehin. Edhe ata që janë të kujdesshëm ndaj rregullave të namazit të tyre. Të tillët janë në xhenete dhe janë të nderuar. 70, 22, 35. Dhe ne, sapo e dëgjuam udhëzimin, Kuranin, i besuam atij, e kush i beson Zotit të vet, ai nuk i friksohet ndonjë dëmtimi e as ndonjë padrejtësie. 72, 13. Secili njeri është peng i veprës së vet. Përveç atyre të djathtëve, që janë në xhenete e i bëjnë pyetje njëri tjetrit. Për kitazi me kriminalët e u thonë: çka u solli juve në Sekar? 74, 38, 42. Ata thonë: nuk kemi qenë prej atyre që faleshin, që bënin namaz. Nuk kemi qenë që ushqyenim të varfërit. Dhe kemi qenë që përzieshim me të tjerët në punë të kota. Dhe kemi qenë që nuk e besonim ditën e gjykimit. Derisa na erdhi e vërteta, vdekja. E tanim, atyre nuk u bën dobi ndërmjetësimi i ndërmjetësuesve. Po çka kishin ata që largoheshin prej këshillës, Kuranit? Ata ishin si gomar të trembur, të egër, që ikin prej luanit ose prej gjahtarit. Veç kësaj, secili prej tyre dëshironte t'i jepej libër i posaçëm, i hapët, i qartë. E jo, por ata janë që nuk i friksohen botës tjetër. 74, 43, 53. S'ka dyshim se të devotshmit do të pinë nga gota që përzierja brenda saj është nga kafuri aromatik. Është një burim prej të cilit pinë robërit e Allahut dhe e bartin atë ku të duan. Ata janë që i zbatojnë premtimet e tyre dhe i friksohen një ditë dëmi së cilës ka përmasa të mëdha. Ata janë që për hir të tij u japin ushqim të varfërve, jetimëve dhe të zënëve robër. Ne po ju ushqejmë vetëm për hir të Allahut dhe prej jush nuk kërkojmë ndonjë shpërblim e as falënderim. Ne i friksohemi dënimit të Zotit ton në një ditë që fytyrat i bën të zymta dhe është shumë e vështirë. 76, 5, 10. Po Allahu i ruajti ata prej sherrit të asaj dite dhe u dhuroi shkëlqim në fytyra e gëzim të madh. Dhe për shkak se ata duruan, i shpërbleu me xhenet dhe me petka mëndafshi. Aty janë të mbështetur në koltuk dhe aty nuk shohin as diell, vap e as të ftohtë. Hijet e tyre të pemëve janë afër mbi ta dhe kalaveshët e pemëve janë të qasur shumë afër. Dhe atyre u bëhet shërbim me enë të argjenta dhe me gota të tejdukshme. Të tejdukshme nga argjenti që ata, shërbëtorët, i përcaktuan të jenë sa duhet, të mëdha o të vogla. Dhe u jepet të pinë aty gota të verës të përzier me zenxhebil, bim aromatike. Nga burim aty që quhet selsebil, i lehtë në të pimë. 76, 11, 18. Dhe atyre u sillen për shërbim djelmosha që për herë janë të tillë sa që kur ti kundrosh të duken si margaritar të derdhur. Dhe kur të shikosh aty, sheh begati të mëdha e zotërim, pron, pasuri të madh.
kanë të veshura petka mëndafshi të hollë e të gjelbër, atlas, dhe të mëndafshit të trash, brokat, janë të stolisur me bylyzyk të argjend dhe Zoti i tyre u jep të pinë të pastër. Ky është shpërblim juaj, sepse angazhimi juaj ka qenë i pranishëm. Ne ta shpallëm ty Kuranin në intervale, pjesë. Andaj ti bëhu i durueshëm deri në vendimin e Zotit tënd e mos dëgjo as mëkatar, as jo besimtar. Adhuroje Zotin tënd mëngjes e mbrëmje. Dhe falu për hir të tij në një kohë të natës, mandej adhuroje atë edhe natën më gjallë. 76, 19, 26. E kush ju friksua paraqitjes para Zotit të vet dhe ndaloi veten prej epsheve. Xheneti është vendi i tij. 79, 34, 45. Atë ditë, Kiamet, secilit njeri i mjafton çështja e vet. Atë ditë do të ketë fytyra të shndritura, të buzëqeshura e të gëzuara. 80, 37, 39. Jo, nuk janë të njëjtë, mëkatarët dhe të besimtarët. Se libri i të mirave gjendet në Iliin. E ku e di ti se çka është Iliuni? Është një libër i qëndisur qartë, të cilin e dëshmojnë engjëjt që janë më të afërmi. E s'ka dyshim se vepërmirët janë në përjetime e kënaqësi në xhenet. Të mbështetur në koltuk vështrojnë. Në fytyrat e tyre mund të kuptosh kënaqësinë e përjetimeve. U jepet të pinë pije në enë të mbyllura. Pije që në fund asaj i vjen era misk. E për shpërblim të tillë le të garojnë ata që lakmojnë të mirën. Dhe përzierja e asaj pije është me tesnim, uji më i mirë. Krua nga i cili do të pinë më të afërmit e Zotit. 83, 18, 28. E përsa i përket atij që libri i vet i jepet nga e djathta, ai do të llogaritet me një llogari të lehtë. Do të kthehet te familja e vet i gëzuar. 84, 7, 9. Me përjashtim të atyre që besuan e bën vepra të mira, të cilët kanë shpërblim të vazhdueshëm. 84, 25. Ata që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë xheneten në të cilët burojnë lumenj, e ai është suksesi më i madh. 85, 11. Atë ditë sheh fytyra të ndritshme, të kënaqura për veprimet e veta, në xhenet të shkallës së lartë. Aty nuk dëgjojnë fjalë të pakëndshme. Aty ka kroje që rrjedhin. Aty kanë shtretër të lartë dhe gastare të vëna pranë. Edhe jastëk të renduar për mbështetje. Edhe qilima të shtruar. 88, 8, 16. O ti shpirt i bindur plotësisht, ktheu të Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar. Hyn në turmën e robërve të mi, dhe hyn në xhenetin tim. 89, 27, 30. E ç'gjë të mësoj ty se ç'është akabe, rruga e vështirë? Është lirimi i një sklavi.
ose dhënia e ushqimit në kohën kur mbretëron Uria. Ndonjë jetimi që është i afërt, ose ndonjë të varfëri që e ka molisur varfëria. E pastaj të bëhej prej atyre që besuan, që këshilluan njëri tjetrin për durim dhe që këshilluan për mëshirë, për ndihmë. Të tillët janë të zotët e anës së djathtë. 90, 12, 18. Pasha diellin dhe dritën e tij. Pasha hënën kur vjen pas tij. Pasha ditën kur ai, dielli, e shndrit. Pasha natën kur ajo e mbulon atë, dritën e diellit. Pasha qiellin dhe atë që e ndërtoi atë. Pasha tokën dhe atë që e shtriu atë, e sheshoi. Pasha njeriun dhe atë që e krijoi atë. Dhe ja mësoi se cilat janë të këqijat dhe të mirat e tij. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten. E ka dështuar ai që e poshtëroi vetveten. 91, 10. Pasha natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Pasha ditën kur ajo shkrepëtin. Pasha atë që krijoi mashkullin e femrën. Vërtet, veprimi juaj është i lloj-lloj. Sa i përket atij që jep dhe ruhet, dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. 92, 7. Ndërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Ai që e jep pasurinë e vet e pastrohet. E jo për ta shpërblyer ndok që i ka bërë mirë më parë, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet, më të lartit. Për Zotin, ai do ta gëzojë atë kënaqësi. 92, 17, 21. Pasha fikun dhe ullirin, dhe kodrën, turi Sinaen, dhe këtë qytet të sigurisë. Vërtet, ne e krijuam njerin në formën më të bukur. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. E pas gjithë kësaj, ç'të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit përgjegjësisë? A nuk është Allahu më i urti i gjykuesve? 95, 1-8. Ndërsa ata që besuan dhe bën vepra të mira, të tillët janë krijesa më e dobishme. Shpërblimi për ta të Zoti i tyre janë vendet në xhenete nëpër të cilët burojnë lumenj, e aty janë përgjithmonë pa këputur. Allahu është i kënaqur ndaj tyre, e edhe ata janë të kënaqur prej tij. E ky është për atë që i ka pasur dronë Zotit të vet. 98, 7-8. E sa i përket atij që i rëndohet peshoja e veprave të tij, ai është në një jetë të këndshme. 101, 6-7. Pasha kohën. Nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që porositën njëri tjetrin t'i përmbahen të vërtetës dhe që këshilluan njëri tjetrin të jenë të durueshëm. 103, 1-3.